Laerta Hollaj, këshilltarja e presidentes së Kosovës, mohoi se lëvizja vetëvendosje i ka ofruar Vjosa Osmanit mbështetje për të garuar për një mandat të dytë 5-vjeçar në krye të shtetit. Kjo është gënjeshtër, u shpreh Hollaj përmes një postimi në Facebook, ndërsa shtoi se Osmani u ftua vetëm për formalitet. Nëse dikujt i thoni eja vetëm sa për formalitet, bëu kundër kandidate e zotit Glauko Njufca sa për numër, në mënyrë që më pas të mund të fajsojmë së bashku opozitën ose shkojt në zgjedhje, kjo është e turpshme, theksoi këshilltarja e Osmanit. Në reagimi i zyrtares së presidencës erdhi pasi kryetaria e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Arberien Agavci, gjatë një konferencë për media deklaroi se i kanë ofruar nënshkrimet e nevojshme të deputetëve Vjosa Osmanit për të dalë kandidate për presidente, por ajo nuk ka pranuar. Unë sot jam e gatshme dhe garantoj në emër të lëvizjes që do të ofrojmë votat për të vazhduar në garë tutje. Ndërkaq, lëvizja vetëvendosje propozoi zyrtarisht zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm Glauko Njufca si kandidat për president, pasi nuk u arrit në një emër konsensual me partitë e tjera. Pas depozitimit të emrit të tij, kryetaria e kuvendit Albulena Axhiu shpreh se nuk mund të thërrasë seancën parlamentare pa patur të paktën 2 kandidatë për president. Derisa nuk kemi së paku 2 kandidatë që kanë siguruar mbështetjen e nevojshme prej 30 deputetësh, unë nuk mund të thras seancë për zgjedhjen e presidentit. 5 marsi është afati i fundit për zgjedhjen e pasardhësit të Vjosa Osmanit.